Luciano Bocci. Kryetar, më lejoni që si rrallë herë të shpreh atë lumturinë time që jam antar i këtij parlamenti, sepse kam 7 muaj, por sot nga një zotrin fjalë këtu mora vesh që ky parlamenti ynë zbato ka metodat e Bundestagut dhe për një moment mu duk vetja si parlamentar gjerman. Por, ama e vërteta, zoti kryetar, tek gjon sot opozitën për interpelancat, zotin Hoti, Shehaj, Glushi, kur gjon refuzimet tuaja për mocionet me debat, për injorimin e interpelancave që bën kryeministri, për refuzimin e komisioneve hetimore që anë bë kapic aty në konferencën tuajt kryetarve, jo tonën të kryetarve, tuajën. Atëhere jam shumë i trishtuar, sepse e vërteta është që ky parlament është si parlamenti Bielorusis. Kjo është e vërteta. Dhe është turp këtu të deklarohet nga ajo foltore që qenë ka opozita që pengoka integrimin e Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian ju a kishte vënë kushtin hapur që para një muajsh për imunitetin e zonjës Balluku. Dhe reagoj realisht. Dhe nuk janë ato ligjet, në fakt, që për 7 muaj sa pas këtë sjellje ishte 3 ligje, sa shumë, se na keni thënë që këto seancat janë ngarkuara prej këtyre ligjeve, por s'qe ka kështu, se ishte 3 që kanë ato. Dhe madje, ne vërtet jemi në dakordsi për t'i miratuar, sepse e tha zoti Bardhi këtë gjë, po na i paraqisnin këto ligje. Dhe jo t'i anashkalonin atë konferencën famshme të kryetarëve, për cilën sot u gënjy edhe nga ju. Me mirë kuptim, çfarë mirë kuptimi patëm në atë seancën e diskutimit. Po është e vërtet që zonja Tabaku nuk ishte në momentin e votimit, po dhe zotria në fjalë e di shumë mirë që ne u larguam për çështjet të drejtimit të komisioneve tjera, sepse këto jorida orën dhe datën e konferencës e vendosin sipas qefit tyre. Edhe seancat i trasin si pas qefit tyre, sepse këte parlament e keni shndruar në tualet, ku qeveria vjen, lahet, lyhet, kryet, nuk ruhet, ruan qytetarët me ligje strategjike dhe madje jo në tualet modern, se do përdorja fjalë tjetër, në tualet me gropë septike dhe atë gropën septike e përdorni si logore, zhytjeni aty dhe mbrojni nga ligji. Dhe ajo që është kundërshtuar nga ne në atë konferencën e kryetarëve. Përfundoj ju, lutem. Neni i famshëm 242 i kodit procedurës penale, që e keni lënë pa datën seancë, e keni futur urgjentisht dhe është ajnen mbajni mend që do bllokoj dhe një herë tjetër integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, se nuk është ligj ndryshim i pafajshëm, është i qëllimshëm për të mbrojtur pikërisht atë që nuk vjen asnjëherë në interpelanca, kryeministrin e Shqipërisë. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën ka kërkuar ministri Ariona Ismaili.